Olsi, ti si e mendon tani këtë ide që thotë zoti Nazarko? Që është okej në kuadër të, edhe ne jemi në grupimin tonë, grupim natyral është ky, normal. Ka disa gjëra, do më thënë, në Shqipëri ka shumë dizinformacione që hidhen si të vërteta. E para, në lidhje me sulmin kibernetik që u bë Shqipërisë në vitin 2022, deri më sot nuk është provuar në asnjë moment që ka qenë Irani që e bëri sulmin. Biles për personat që e ndjekin, kanë ndjekur edhe deklaratat edhe të Departamentit të Shtetit Amerikës. Në deklaratën e Departamentit të Shtetit Amerikës thuhet që, domethënë, i është hedhur ideja që aktor të sponsorizuar nga Irani mund ta kenë sulmuar Shqipërinë. Pra, deri më sot nuk është vërtetuar në asnjë mënyrë, në mënyrë shkencore, as nuk është pranuar nga Republika Islamike e Iranit që ishte Irani që kreu sulmin kibernetik. Por çfarë dim ne që nga ky sulm kibernetik kush përfitoi? Përfitoi Izraeli. Pse? Nga që pas këtij sulmi kibernetik Edi Rama i dorëzoi të gjitha të dhënat digjitale të shqiptarëve, të ashtë të quajturën mbrojtje kibernetike. Kujt? Izraelit. Dhe edhe tenderat e famshëm të Akshit me atë djalin nga Durrësi, harrova emrin, që fshihet në Dubai e tjerë, tenderat që u bën, vjedhjet masive që Spaku i ka gjetur, u bën dhe përfituan kompani izraelite. E dyta është që Shqipëria ka patur marrëdhënie të shkëlqyera me Iranin, krerë të Partisë Socialiste, sidomos kur kanë qenë në opozit, janë financuar nga Irani në Shqipëri. Kemi prova për këtë, po? Themi... Provat mund të gjenden shumë kollaj, do më thënë kemi që... Qëse ne themi që krerët Partisë Socialiste janë financuar nga Irani, ne duhet themi filani. Për shembull, kemi ish kryetarin e kuvendit, që Amerikanët e detyruan që të dalin në pension, familja e tij merrte diku te 10.000 euro në muaj nga fondacioni Rumi që ishte në Shqipëri. Kush? Ish kryetar parlamenti? Ish kryetari, Gramoz Ruçi, familja e tij, po, se i jepnin me qerat sa ambiente. Ky fondacioni Rumi kush është? Ka qenë një fondacion që ka patur një shkollë të mesme afër pallatit me shigjeta. Ky ka dhënë objekt Shirazi, na qenë Shirazi. Shirazi ka qenë Rumi, ka qenë Shirazi, ka qenë edhe Rumi. Kemi patur pastaj njerëz të tjerë. Po ka dhënë objekt me qira ky? Po, domethënë merrnin lek nga Irani. Dhe përveç kësaj kemi patur edhe shumë akademik që nga sekretari i Akademisë Shkencave që është sot, që punonin për fondacionet iraniane, janë paguar. Dhe Irani, domethënë, i është ndodhur afër Shqipërisë, sidomos në vitet 90, kemi që nga klinika iraniane që hapën iranianët këtu, kanë dhënë me mira bursa studimi për shqiptarët, dhe Irani aq shumë e ka nderuar Shqipërinë sa që një nga pullat kombëtare të Iranit është figura e Naim Frashërit. Domethënë në Iran kur shkon në postë, çon postën, një nga stampat është me figurën e Naim Frashërit, nga që ata e konsiderojnë Naim Frashërin si një figurë që ndahet dhe kulturalisht ndërmjet iranianëve dhe shqiptarëve. Pra Shqipëria ka patur marrëdhënie të shkëlqyera me Iranin deri në vitin 2015-2016, kur u bë ashtu quajtura marrëveshje nukleare ndërmjet SBA-s dhe Iranit, dhe ku organizata terroriste e mujahidinëve, e cila kërkohej jo vetëm nga Irani, por edhe nga Iraku, Edi Rama ju vetë ofrua Amerikanëve që t'i strehonte mujahidinët këtu. Pasi i solli këtu mujahidinët... Sali Berisha dhe Edi Rama kanë... normale dhe Berisha i pranoi pari. Po, i pari dhe kanë 35 vjetë që janë me Amerikanët. Dhe me Evropën. Ne tani është një gjë që nuk e fshejmë. Dhe ishin në Irak. Ishin në Irak, apo jo? Po, ishin në Irak dhe qeveria e Irakut kërkonte ose t'i burgoste, se ata kanë bërë krime, kanë vrarë kurdë dhe arabë, se kanë qenë një nga falangat... Po ishin strehuar në Irak, apo jo? Në Irakun e Saddam Husseinit, se Iraku i përdorte si trupa... Jo, dhe në bas shlirimit të Iran, në bas ndërhyrjes të Amerikanëve, ishin vendosur në Irak, apo jo? Po, biles kur Amerikanët hynë në Irak, bombarduan kampin e tyre Ashraf 2, edhe plagosën apo vran burrin e kësaj kryetare së kultit që është Mariam Rajavi.
Tani, me sjelljen e tyre në Shqipëri në 2016, se atëherë ndodhi sjellja masive, qeveria e Ramos në mënyrë që t'i servilosej sa më shumë amerikanëve, jo vetëm që i mirë pritja ata këtu, po i lejoj ata që të ndërtojnë një kampin Ashraf 3, kampin e Manzës, ku këta mujahidin në kampin e Manzës kanë të drejta ekstraterritorialiteti, të cilat edhe u konstatuan nga ndërhyrja e SPAK-ut në vitin 2023, ku atyre ju konfiskuan kompjutera, servera me të cilat këta mujahidin sulmonin Iranin. Në vitin 2022, unë dhe gazetari Gjergji Thanasi i kemi bërë edhe një letër Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shqipërisë, presidentit Ilir Meta, kryeministrit Edi Rama, ku e pyesnim a ka hyrë Shqipëria në luftë me Republikën Islamike, nga që nga territori shqiptar ishte e vërtetuar nga mediat ndërkombëtare që kryeshin sulme terroriste, kibernetike, për të cilën ne nuk morëm përgjigje asnjëherë, po një vit më pas SPAK-u bastisi zyrat e mujahidinëve. Tani, pra ju thoni që nuk ka asnjë arsye që ndryshe nga shtot zoti Nazarko që Shqipëria, Parlamenti shqiptar ta shpallë Iranin, bëj rezolutën për ta shpallur atë vend terrorist. Absolutisht jo. Sponsorizon. Sponsorizon terrorizm. Absolutisht jo, nga që domethënë në historinë e Shqipërisë, Shqipëria asnjëherë nuk ka qenë në luftë me Iranin. Irani është në luftë me SBA-n dhe me Izraelin, ata e bombardojnë njëri tjetrin, por që Shqipëria të hynë në një konflikt të pashpallur, të pa dëshiruar, është diçka shumë e rrezikshme, e cila cënon sigurinë e 3 milion shqiptarëve, dhe qofse më lejon do ta sqaroj pse. Jo, do ta themi pak më pas. Në rregull. Të ndryjnë dhe kolegët e tjerë. Gjenish? Shiko, gjithë ne bjem dakord që konflikti ndërmjet Iranit dhe Izraelit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është kthyer në një kolaps për vetë. Jo, po do zbresim pjesën tjetër për këtë. Mirë. Pyetja lidhet me Iranin në shtet terrorist. Jo shtet terrorist, shtet që financon terrorizmin. Shtet që financon terrorizmin do të thotë është shtet terrorist. Jo, ka dallim të madh, domethënë. Ka dallim të madh. Nuk ekziston jo ve, po kokove. Jo, nuk ekziston ligji ndërkombëtar dhe në marrëdhënien ndërkombëtare termi shtet terrorist. Po shtete që financojnë terrorizmin ka pasur gjithmonë. Madje edhe Shqipëria dikur në kohën para 90-sh është akuzuar për financime të tilla domethënë terroriste. Po gjysmë terroristë ishim ne. Megjithatë ajo që nuk kuptoj. Urdhë? Me paratë e Kinës. Po çfarë terroristë ishim ne në atë kohë? Me flamurin ton. Pak a shumë. Megjithatë ajo që un jam skeptik dhe jam kritik është çështja se sa i vlen Shqipërisë kjo. Sepse ti kur merr një vendimarrje, do shikosh interesat e tua.